Art Motion, vendi ku ra zemra e basketbollit në vendin ton, direkt nga Seza i Surojnë Prezen ju sjell edhe një knasi fantastike basketbollistike. Bashkimi Go Plus Peja përballë dy skuadrave të vetme të pamposhtura deri sonte në elitën e basketbollit kosovar. Në fund të këtyre 40 minutave shpresojmë fenomenale dhe dramatike. Njëra nga këto dy skuadra do ta ruajë epitetin e skuadrës së vetme ende të pamposhtur pas 6 xhirove. Adhurues të basketbollit, kudo që jeni duke na shikuar në këto çaste në Kosovë, Shqipëri, troje tona etnike, Evropa apo Amerikë. Mirë se erdhët në kryendeshjen e xhiros së 6 edicionit si vjetëm të mrekullueshëm të Pro Credit Superligës midis skuadrave që kryesojnë tabelën me sukses identik nga 5 fitore pa humbje. Bashkimi dhe Go Plus Peja, me ju sonte jam unë, Agon Fehmiu. Çfarë momenti për të ndeshur këto dy skuadra, përveç se as Prizrenasit dhe as Pejanët nuk dim për humbje si vjet. Bashkimi në këtë duel po hyn pas fitores historike dhe te dramatike ndaj Regjanës në FIBA Europe Cup të mërkurën brëma, kurse Peja të dielën në kryeqytet fitoi derbin ndaj rivalëve të vjetër Sigal Prishtinës. Bashkimi të mërkurën brëma ishte skuadër për cilën rahën zemrat e gjithë adhuruesve të basketbollit kosovar pasi në kuadër xhiros 5. Këtu, në këtë palestër, gostiti skuadrën e fuqishme italiane Regjanën, e cila i kishte shkaktuar humbje thellë në Itali, 165, por të mërkurën brëma portokallinët i dolën dardhë me bish skuadrës nga Reggio Emilia dhe ju revanshuan duke mposhtur në mënyrën dramatike me shënimin e Bejlit dhe blokun fantastik nga Dequan Lake, kur në sekondën e fundit ja teroj gigantit e hinike për fitore minimale, por me shije maksimale, kurse më efikasi ishte TJ Bickerstaff me double-double prej 18 pikve e 13 kërcimeve, kurse Kian Anderson shtoi 17 pike 6 asistime, edhe pse me të vërtet është e pa falenderueshme të veçojmë lojtarët nga i duel, sepse secili nga 10 lojtarët e inkuadruar në kohën sa e kalon në parket edhe maksimumin për fitore historike. Go Plus Peja, nga ana tjetër, si lider pa humbje, të dielën e kaluar në kryeqytet fitoi kryendeshjen dramatike ndaj Sigal Prishtinës. Ishte renditur në vendin e tretë, Peja mposhti Prishtinën me rezultat 95-90, fal lojës kolektive dhe një qarkullimi të hatashëm të topit në sulm me 24 asistime të realizuara, kurse Alexandra Caesar Edwards ishte lider me double-double, 21 pike dhe kërcime, dhe Alo e shkëlqyeshme touchgreen përpaksa nuk realizoi double-double po ashtu, dhe duelin e mbylli me 20 pike 8 kërcime. Ja dhe ekipi i mysafirëve kapiteni Dardan Berisha, Flayton, Mala, Green, Edwards, Hajdari, Johnson, Armstead, Ademaj Hasanaj, Herndon dhe Nila, treneri Gregory Gibson me ndihmësin e tij Ervin Muharemin, ndërsa te bashkimi pra sonte kapiteni Altin Morina, me numër 0 Jan Palokaj, 2 Fis Jashari, 3 TJ Bickerstaff, numër 4 Jeremiah Bailey, numër 5 Kian Anderson, numër 6 Valon Boneoku, numër 11 Isaiah Cousins, 20 Dequan Lake, 22 Meriton Ismaili dhe debutimi numër 27 Lejson Zeqiri dhe numër 23 Muhamed Ali Anjeva, duart trokitje e madhe për të në Prizren. Transferi i ri i portokallinëve i ardhuri nga Sigal Prishtina dhe tani do të dëgjojmë intonimin e hymnit të Kosovës.
Pra, ja ku jemi sonte për ballja midis Bashkimit dhe Go Plus PS. Dy skuadrave që këtë edicion të mrekullueshëm të Pro Credit Superligës e filluan në mënyrë briljante me nga 5 fitore pa humbje. Sonte synojnë të vazhdojnë serinë të pamposhturve, mirë po njëra nga këto dyja do të njoftohet me shijen e hidhur të humbjes së parë si vjet. Rivalet e vjetër të derbit të Dugaxhinit, si e pata pagzuar këtë përballje para 25 viteve në vitin 2001, vitin e kaluar e kishim përtritur rivalitetin e vjetër, ja edhe referë Gjelan Mumini, kryesor me ndihmësit Gjekovic dhe Kera, dhe Medi Gashi do të jetë komisioner, e shihni atje prapa në prapavi. Pra vitin e kalum këto dy skuadra, Bashkimi dhe Go Plus PA e përtritën rivalitetin e vjetër pasi u takuan 8 herë, 4 herë në kuadër të edicionit të rregullt dhe në kuadër të serisë gjysmëfinale të play-offit kishin zhvilluar po ashtu 4 ndeshje. Peshja startuese për Bashkimin, Beli Bunjaku, Cousins, Lake dhe Zeqiri. E në anën tjetër, pra për PA-n, Mala Green, Johnson, Berisha dhe Herndon. Sikur se thash, 4 herë në kuadër të edicionit të rregullt u takuan këto dy ekipe dhe 4 herë në kuadër të play-offit. Në të dyja rastet dominoi Bashkimi duke fituar me nga 3-1 në kampionat dhe pastaj edhe në gjysmëfinale dhe kështu kishte eliminuar PA-n dhe ishte kualifikuar në finale ku poshtë nga Trepça e cila mbrojti titullin. Pra vitin e kaluar nga 8 ndeshje të zhvilluara midis portokallinëve dhe verdhëzinëve, primatin e mbajti skuadra e Bashkimit me 6 fitore kurse PA pati 2. Gjithashtu një detaj shumë interesant është se këto dy skuadra vitin e kaluar për ballin e parë të Stinorit e patën me 27 tetor në kuadër të Gjiros së 7. Pra, ajo ka qenë Gjiro e fundit e ciklit të parë vjeshtor edicionin e kaluar dhe ajo ndeshje ishte zhvilluar në Karagaq dhe e kishte fituar Bashkimi me rezultat 71-66. Me atë fitore ju kujtohet vitin e kalum Bashkimi kishte shënu startin më të mirë në histori të klubit që nga pavarësimi basketbollit kosovar në vitin 91-92, pasi në 7 xhirot e para kishte shënuar 7 fitore pa humbje. Më i merituari për atë fitore në ndeshjen 27 tetorit vitit kalum kishte qenë Lejson Zeqiri, i cili shkëlqeu me 18 pike 5 kërcime, kurse ende trajneri PES dhe selektori Kosovës aso kohe, Rami Hadari, provoj kombinime të ndryshme dhe aktivizoj gjithë 12 lojtarët, por ajo nuk solli rezultat dhe Bashkimi mbylli ciklin e parë me sukses perfekt pri 7 fitoreve rresht pa humbje në start të kampionatit të kalum. Kur jemi te Lejsoni, të cilin e përmenda parës, një detaj që gjithashtu dua ta potencoj lidhur me edicionin e kaluar dhe i cili më ka rënë sy gjatë përgatitjeve për këtë ndeshje, ishte forma e shkëlqyeshme e tij kur ka luajtur kundër PES. Lejsoni edicionin e kaluar ndaj PES shikua në total gjitha 8 ndeshjet, ka pas një mesatare prej 13 pikëve, 8 kërcimeve, 4 asistimeve dhe 2 topave të vjedhur, ndërsa në 5 prej atyre 8 ndeshjeve ka qenë lider i ekipit. Pra dhe sonte pritet të jetë i rrezikshëm, sidomos pasi e pa atë mbrojtjen fenomenale dhe kontributit që e dhan në fund të ndeshjes kundër Regjanës në 3 aksionet e fundit të italianëve kur fitoi 2 kërcime në mbrojtje dhe vodhi një top vendimtar, prej të cilit pastaj rodhi aksioni i koshit vendimtar. Shikua në përgjithësi pra sonte të dyja këto skuadra po synojnë të mbeten të pamposhtura në përballjen e parë të rivalëve të vjetër në këtë edicion, i cili deri tash me të vërtet ka sjell ndeshje fenomenale, drama dhe emocione që po na kthejnë 20 vjet prapa dhe po na rikujtojnë epokën e artë të basketbollit kosovar të pas luftës nga 2002 deri në 2008, pra periudhë e cila ende kësaj dite përmendet si më e ndryshmja dhe më emocionuesja në basketbollin e pavarur të Kosovës. Pra duhet të thënë se Bashkimi dominon dukshëm në kërcime totale, 40 presje 8 kërcime, në anën tjetër PA ka 35 presje 6 kërcime, në sulm pra Bashkimi është dukshëm më i mirë, 13 kërcime në sulm përkundër 8.6 PS. Shënimin e pikëve nga rastet e dyta, pra pas kërcimeve në sulm 16 presje 2 përkundër 12 të PS dhe në topa të vjedhur 7.8 përkundër 6. Nga gabimet e kundërshtarëve Bashkimi realizon 16 pikë, ndërsa PA 11. Në anën tjetër te PA dominon në treshet të shënuara, 10 presje 4 për dallim
6 presi 2 treshe të realizuara për ndeshjen nga Bashkimi, pra kjo është një dhimbje nga viti i kaluar i cili po vazhdon. Po ashtu, Pea me të vërtet si vjet po depërton më shumë dhe po kërkon faulla dhe me gjutje të lira ka realizuar momentalisht 15 presi 6 të dëgjojmë edhe intonimin e hymnit të flamurit. Pra Bashkimi deri tash është dëshmuar si skuadër e cila luan mbrojtje më të fortë, mbyll mirë koshin dhe nuk lën kërcime në sulm të rivalëve, sikurse dëshmoi kundër Cibonës e Regjanës, por edhe sikurse dominon në Super League dhe më pas luan me sulme të organizuar mirë duke sulmuar mes trapezit dhe nga brendia. Është dukshëm e rrezikshëm se Pea pasi shënon mesatarisht 51 pikë në brendi, Pea 38. Gjithashtu tenton shumë për dyshe se sa Pea 52. Bashkimi 38 Pea dhe realizon 31 dyshe në anën tjetër Pea 21. Por Pea luan mbrojtje agresive njeri në njeri dhe e kombinon me zonë Backline dhe Ice duke pa mundësuar luan pick and roll dhe dënon me kundërsulme të shpejta që nëse nuk i realizon atëherë mundohet që me qarkullim të shpejt të topit të krijon ekstra lojtarin dhe të dënon me treshe ku është lideri Superligës, kurse Bashkimi është i pesti. Pra do të jetë interesant të shohim sonte përballjen midis këtyre dy skuadrave me dy stile të ndryshme dhe a kanë përgatitur Jovović dhe Gibson befasi për njëri-tjetrin apo i kanë qëndru besnik stileve të tyre. Çdo gjë është e gatshme. Herndon dhe Lake për topin e parë. Topi i takon Bashkimit pas këtij kthimi të parë. Në anën tjetër t'ju them se tashmë gjira e 6 ka filluar me duelin mes Golden Eagle Yllit dhe Borës në 13 qershori, ende po vazhdon 59 me 74, 2 minuta pa përfunduar ndeshja. Bora me nën udhëheqjen e trajnerit të ri Kashqellanit, tentimi i parë për 3 pikë i pa sukseshëm, por Lejson Zeqiri me kërcim në sulm e huqe dhe ai, por s'ka problem sepse aty është Dequan Lake i cili me atë blokadën ndaj Ehinikës i mundsoi edhe fitoren ndaj Regjanës, atë fitore historike. Dequan Lake me këtë kërcim në sulm dhe përmirësim për epërsinë e parë të Bashkimit në thellësi atje, edhe një blokade Lakeut, mjeshtër i bananeve. Lake gabon atje, Musabi e vjedh këtë top, ik në kundërsulm, 4-3, Musab Mala, bukur, shpejt lëviz topi, Dardani vetmuar, tenton dhe treshën e realizon me të parën. Pra, po i mbetën në start të këtij super derbi, besnik taktikave të tyre dy trajnerët. Jovović po sulmon në brendi, kurse Gibson po bombardon për 3 pikë. Herndon, pick and roll atje kërkon, por Tash Green nuk shkon me pick and roll. Tani vjen Herndoni, i dy fisht atje krijohet hapësin. Jordan për Malën, edhe 2 sekunda deri në fund përbirohet për mrekulli dhe me një seri prej 5 pikëve rresht realizon atje pikët e para Mala. Në anën tjetër foul, 2 gjuajtje të lira, tregon referi Gjeković. Lake do të jetë në vinë e gjuajtjeve të lira, po 50% të efikasitetit Dequan Lake. Herën e parë është i sakt. Të shohim nëse do t'i mbetet besnik përqindjes së tij apo do t'i realizonte dyat sonte për 4-5.
hero i ndeshjes kundër Regjanës, me të vërtet ishte fenomenal. Ajo blokat kur krejt menduam se Ehinike shënoj me ngulitje, por Lejki tha jo. Mala, përballë ka pikrisht Lejkun deporton, opa, pasim pak më i fort për Tash Greenin, njërin prej lojtarëve kryesor të PES, Tash Green, me 15 presje, 4 pik, 7 presje, 4 kërcime. Cousins atje për Valon Bunjakun, sa bukur Valoni për Lejkun i cili nuk shkon me ngulit, por thjesht atje realizon 2 piksh. Krejt 6 pikët fillestare, edhe një kërcim nga i mrekullueshmi Lejk, në anën tjetër kundër sulmi shpejt dhe realizon Lejson Zeqiri pikët e para të bashkimit nga një lojtar tjetër përveç Dekuan Lejku, i cili ka 6. Dardan Berisha atje me blok të 2 fisht, Hendoni për te, mirë po mbrojtje e mirë zonale, Dardani tenton, e huq kësaj radhe, e ka mbyll për mrekulli koshin bashkimi. 6 pikë të Lejkut dhe 2 të Zeqirit, pra pas asaj mini seris prej 0-5, erdhi përgjigja me një seri prej 6-0. Qopi humbur për bashkimin. Mala, përballë ka Cousins. Bunjaku çfarë mbrojtje e dha mbrëmje me hyrjen e Bunjakut dhe Altin Morinës, ndryshoi shumë çka në mbrojtje. Mala për mrekulli deri te Tash Greeni me 2 treshe me njëherë në start. Bombardojnë për të parazuar rezultatin 8-8. Ndeshje fenomenale në start të 2 skuadrave të pamposhtura deri në këtë ndeshje. Cousins për 10-8. Njëra prej këtyre dyjave sonte do të njoftohet me shien e hidhur të disfa të së parë për si vjetë. Kush do të jetë bashkimi apo Go plus B mbetet të shihet. Top i vjedhur atje kundër sulmi shpejt. Bukur prapa shpinës, deporton dhe Cousins topin në mes të këmbëve të dërgon edhe një herë. Bailey nuk arriti ta kapa top, ishte pak poshtë për Bailey. Bunjaku me njëherë si nga tje ndaj Jordanit në gjysmë fushë, Lejson Zeqiri. Lojtari me numër 4, Jeremiah Bailey. Edhe në ndeshje me Regjanën, Bailey shumë shpejt u ndërshkua me 4 personale. Pas edhe Bickerstaff pati të lashet të dy të mbyllën ndeshjen para kohës. Dardan Berisha. Edhe një mbrojtje e mire Lejkut i cili avje topin Dardanit në anën tjetër. Bailey për Valon Bunjakun i cili deporton. Dhe me këtë flotur realizon për 12-8. Tani vazhdon seria prej 10-0 e bashkimit. 10-3 fali. Opa! Edhe një herë atje. Lejk shkon atje me qas bomb me një tifoz pas saj blokade. Jordan deporton, por jo në shpinë time, thot Lejk. Bananameni i bashkimit. Dekuan Lejk, po e dëshmon cilësin e ti. Edwards mbetët i vetmuar dhe nuk e lëshon rastin për të afru rezultatin në 12-10. Pikët e para të Caesar Edwardsit, prej lojtarëve kryesor të skuadrës, po ashtu me 13 pike, 8 kërcime, Caesar Edwards. Përpirohet atje Lejk, lufton me Edwardsin për 14-10. Duhet pak më nxehti Edwardsit me Lejkun.
Sepse Edwards është që aty me gjatësi. Lake është shumë më korpulent, tentimi Malës nuk realizon, por Bunjaku më i larti në kërcim dhe e mbron topin. Bunjaku deporton, irsha topi. Aksione të mira, të organizuara, të shpejta, kundër sulme të shpejta dhe ka tani nevoj për vojën dhe organizimin e Malcolm Armstead, trajneri Gibson. Edhe Dardani, edhe Armstead, veteran, 38 vjetë Dardani, 37 Armstead, reprezentuesi i Kosovës. Davis nga një pozitë e vështirë atje. Gjekovic as që shikon Bunjakun. I sigurt në vendimin e tij, do të jenë dy gjuajtje të lira edhe njërë të shohim. Po, me trup i hyri atje Jordan Johnsonit, do të jenë dy gjuajtje të lira. Tash Green, kemi ndrimin atje, Bailey largohet, Jan Palokaj për herë të parë sonte. Valon Bunjaku e kreu detyrën e ti në mënyrë të mrekullueshme, në start me mbrojtje të mirë. Në vend të ti, Kian Anderson, i cili ishte fantastik në ndeshje kundër Regjanës, herën e parë e huq Jordan Johnson. 21 tentime nga gjuajtjet e lira, 19 i kishte shënu deri sonte. Sonte 2-1, pra është vetëm huqja e tret në komplet krejt kampionatin e Johnsonit. 90.5%. Ufa, qëfar asistimi, qëfar ngulitje, 16-11, është kjo pika e 8 e Daquan Lakeut, pika 10 më falni, e Daquan Lakeut, 10 pike, 2 kërcime dhe 2 blokada. Nga forca dominuese në trapez, edhe një top i vjedhur nga Jan Palokaj, kundër sulmi shpejt, situat 3-2, shkon deri në fund, deporton, e kapa top, Musa Bala e kap, lufton, kundër sulmi shpejt në anën tjetër, Tash Green, për 3 pik, gjuan, edhe pse ishte situat 3-2, e kishte Edwardsin dhe Johnsonin. Tash Green ishte vetjak, vendosi të bëhet hero, por nuk u bë, e huqi, 3 minutat e funit qereku të par, Anderson, për Zeqirin, Lejsoni lanson, bombardon, është kjo treshja e par e bashkimit, pas 2 tentimeve, e treta e vërteta nga Lejson Zeqiri, pika e 5 e Lejsonit, 10 piki ka Daquan Lake, 19 me 11, pra këta dy lojtari kanë realizuar 15 nga 19 pikët e bashkimit, edhe trajneri Greg Gibson kërkon time-out. Shpërthimi qendrës Daquan Lake, giganti 208 cm, i cili erdhi në bashkim nga Liga e Greqis, nga Atome Romu. Të shofim se qka ka kërkuar trajneri Greg Gibson nga lojtarët e ti në këto 2 minuta e 54 sekundat e mbeturat. Definitivisht një ritëm i shpejt i lojës bashkimit me topa të vjedhur deri tash. Kanë vjedhur 3 topa e i kanë 3 kundërsulme të realizuara me sukses. Armstead tenton atje, huq mirë, po Tash Green
e përmirëson me 19-13. Kërcim në sulm dhe 5 pik të Tash Greenit, lideri skuadrës Go plus 5 deri tash. Jan Palokaj mbetet i vetmuar në kënd, tenton, nuk realizon Cousins. Gana e kundër, kërcen në sulm. Edhe 21-13, Greg Gibson hidrohet atje për arsye se treshe e Malcolm Armsteadit dhe është kjo treshja e tij e parë dhe e treta për skuadrën e Go plus 5. Faul është ky nga Flayton. Më herët mbrojtje e vonuar e Skyler Flaytonit, lojtarit me numër 1 të Go plus 5, largohet mala në lojë. Inkuadrohet Arti Hajdari. Lejson Zeqiri, pick and roll atje. Cousins, Edwards del ndihmon dhe kthehet në Brendi. E mbyll Bickerstaffin. Është inkuadruar dhe Bickerstaff në anë të Dequan Lakeut, i cili e ka merituar pushimin sa shpejt lëviz topi. Këto janë ato pasimet e rrezikshme. Tentim për 3 pik nga Flayton, i cili ndalet në mënyrë të palejuar nga Kian Anderson gjatë aktit të gjuajtjes për 3 pik. Do të jenë 3 gjuajtje të lira. Muhamed Ali Anjeva për herë të parë për Bashkimin. Sonte në lojë kthehet edhe Bailey. Largohet Cousins. Edhe njëherë. Do të kemi 3 gjuajtje të lira nga Skyler Flayton. Realizon herën e parë. Ka një efikasitet prej 45% nga vija gjuajtjeve të lira. Nuk është se është dëshmuar si ekzekutues i mirë i gjuajtjeve të lira si vjet. Sonte i qëllon të dyjat në çastet kur skuadrës së tij i duhet më së miri dhe më së shumti me 3 gjuajtje të një pasnjëshme e afron rezultatin 21-19. E kemi pra një seri prej 9-2 të mysafirëve. Treshja e Armsteadit, fauli Arti Hajdarit ndaj Janit, Jan Palokajt. Personalja e parë e Artit, 21-19, shkoi Bashkimi pas asaj treshe të cilin e realizoi e lansoi Lejsoni Zeqiri nga këndi në plus 8, 19-11, mirë po, është pasoj një seri për 9-2. U afrua Go plus 5, mirë po, përgjigja tani vjen me treshe nga Jan Palokaj për 24-19. Treshja e dytë e Bashkimit, i cili aktualisht pra ka një efikasitet prej 50%, 2 treshe nga 4 tentime, 50% e ka edhe Peja, 6-3. Armstead, pranë tij është Palokaj, çfarë lëvizje bukur e Armsteadit, edhe pse i ka 37 vjet më, vërtet është i papërmbajtshëm atje, tenton Edwards. Bickerstaff më i mirë në mbyllje kundër sulmi shpejt. Anderson për Bickerstaffin, i cili depërton. I shmangët atje faullit të Armsteadit, e pasi çka po don me bo Armsteadi, që nuk pati shpejtësi me ndal me faul. Dashti me nal. Mirë po, Bickerstaff i fuqishëm për 26-19 e kthem plus 700, e hu gjuajtjen e lirë. Një seri e shpejt prej 5-0, treshe e Janit, edhe ky deportimi i Bickerstaffit. Armstead, Jan, sa bukur atje, i ndihmon muja e njeh mirë lojën e Armsteadit, ka luajtur bashkë në Prishtinë. Ka distanca e madhe, Armstead tenton, Tash Green lufton, mirë po,
Megjithatë më i vëmendshëm ishte Bickerstaff, pick and roll i ti, Muja, Jani, për Bickerstaffin luftojnë atje Edwards dhe Bickerstaff, të shohim topi kujt është. Nuk e ka prekur asnjë lojtari, po, topi për Go Plus Pejan, ashtu vendosi edhe referi Arjan Kera i cili ishte afër. Vretja e parë për trenerin Jovovic. Atje pasim, baseball pasim në tërë fushën. Gabon Edwards. Largohet Muhamed Alianjeva, në lojë kthehet Lejson Zeqiri. 2/4 sekonda deri në fund, të shohim nëse do të tenton me treshen e Lejsonit, prandaj edhe futi ka atje edhe Lejsonin, edhe Janin, edhe Bailey. Gabojnë atje dhe çereku i parë mbyllet, për pak atje Bickerstaff, megjithatë çereku i parë mbyllet me rezultatin 26-19. Një çerek i parë në të cilin dominoi skuadra e Bashkimit, edhe në kërcime, edhe në asistime, në topat të vjedhur, në realizimin e pikve nga kundër sulmet, 8 pik të Bashkimit nga kundër sulmet, asnjë e Pejës. Me të vërtet një çerek i parë në të cilin të dyja skuadrat pra realizuan 50% fakt në fund e prishi Pejat efikasitetin prej 50%, por i ka 3 treshe. Shkojmë me një blok të shkurt të marketingut. Ajden qa, kam vendosur me ndru tekstin këngës. Kusht ka zonë ty m'bank me shku, ka gambu, hape llogarin ti këtu, ngam ti vu. Hape llogarin në bankën për kredit 100% online me nënshkrim digital dhe zgjat pakën që të përshtatet ty. O ish breski nevoj për këtë punë bank me shku, ngam ti vu. Banka Procredit. Ngoti yllin. Siguroje jetën në Illyria Life. Po kthehemi me pamjen Sezaj Suroj, derbi, super derbi i dy skuadrave, deri tash të pamposhtura pas çerekut të parë 7+ për Bashkimin. Është kjo ndeshja e dytë e xhirës së 6. Tashmë ndeshja në Suare ka përfunduar dhe Bora ka shënuar fitoren e parë këtë edicion. Pra s'ka më skuadër pa fitore në Procredit Super League, kam poshtur Golden Eagle Yllin. E ka dhe një ndeshje të mbetur të pa zhvilluar me Trepçën, e cila do të zhvillohet në një termin ende të pacaktuar. Bickerstaff, sa bukur atje në brendi dhe pikët e para për Muhamed Alianjevën në fanellën e Bashkimit. Për 28-19 është kjo e përsia më e lartë deri tash. Tenton atje Edwards, i hatashëm është Caesar Edwards, me të vërtet me këto kërcimet e tij. Arti Hajdari, pick and roll, mirë po mbrojtje e mirë. Cousins shkakton personale. Apo jo, Bailey. Jeremiah Bailey është ai i cili fani këta numrat në fanellat e lojtarëve nga njëherë po befasojnë. Janjeva largohet nga parketi, ndrime të shpeshta. Çfarë aksioni, sa bukur depërton dhe me elegancë ngulit në anën tjetër
Edhe Bickerstaff. Ngulitje për ngulitje. Çfarë dueli, çfarë derbi. Jemi duke shikuar adhurues të basketbollit. Tjetër blokad, kundër sulmi shpejt 3-2, Bunjaku e shet të vetmuar Andersonin. Edhe një ngulitje, Anderson asiston, Bickerstaff koshin e shmonton për e përsin e par, 2 shifrore, 32-21. Bunjaku e shmanga atje Armstead, mirë po kthehet në mbrojtje. Jordan dalet në mënyrë të paljuar nga Valoni. Musab Mala do të kthehet në parket në vend të Arti Hajdarit. Musabi, cili në mbrojtje është shumë agresiv dhe organizon luajn mirë, plus dorën e ka shumë but për 3 piki, duhet tani sa mirë atje Armstedi e gjeti Edwardsin, por kthehet topi jashtë, i rëshiti topi, Jordan Johnson për mrekulli atje, i kryon vetës hapsin, dhe shifrat e kthyera mrapsht, 3-2, 2-3, 32-23 për Bashkimin, 9 pike përsi. Kemi hyrë në minutin e tretë, faulli Musab Malës, i cili me trup atje e shtyen Paljokajn, e cili e kishte kaluar, u vonua për të ullur në qëndrëm të basketbollit dhe për të mbyll vin Musab Mala, largohet Caesar Edwards, në vend të ti kthehet në loj Alan Herndon, të dytë të një gjatësie, por Herndoni është më masiv. Mala bukur atje e mbyll Herndon, ndërsa Mala shfrytëzon rastin për kërcim. Dhe Jordan Davis ndalet në mënyrë të paljuar nga Jani. Faulli Paljokajt. Do të kthehen në lojë Grayson Zeqiri dhe Isaiah Cousins. Bailey dhe Paljokaj largohen nga loja, ndrime zavendësime të shpeshta të trajnerit Jovovic. Deri tash vetëm Meriton Ismaili dhe Altin Morina nuk janë angazhuar, natyrisht edhe Fisja Share. Çudi që sonte Meritoni nuk e angazhoi, nuk e di nëse është i lënduar Meritoni apo jo. Mirë po në ndeshjet e FIBA Europe Cup, trajneri Jovovic gjithmonë po starton me Meriton Ismailin, po i beson. 9 pikë i realizoi në ato 15 minutat e para kundër Regjanës. Meritoni ishte i shkëlqyeshëm. Tenton dhe nuk realizon asnjë nga këto 2 gjuajtje të lira. Jordan Johnsoni, sonte 3 gjuajtje të lira i ka huqur Jordan Johnson, ndërsa ka efikasitet prej 90-5% nga vija gjuajtjeve të lira, me të vërtet një dekoncentrim i lartë i playmakerit pejon. Tani nonën tjetër aktivizohet edhe bananameni i pejës. Alan Herndon, i cili ate Andersonit ja të rën, edhe shikoni thot ku je nis. Lake dhe Herndon sonte të disponuar për me shpërnda banane. Cousins, sa bukur i kryon vetës, hapsir. Çmendet atje trajneri Gibson se si ju lejua hapsina, por e shfrytëzoi për mrekulli blokun. Përsëri plus 11. Johnson tenton për 3 pikë, nuk realizon. Cousins më i larti në kërcim kundër sulmi shpejt i tij. Deporton për mrekulli deri në fund, mirë po i penguar nga Herndoni atje, i cili tentoi ta detyron për fall në sulm, megjithatë ish dërvjel Cousins, por e huqi. Kërkon pick and roll Armstedi, Lej ka dal, sa bukur e përcjell atje Anderson, e kthen prapa dhe asiston, kurse Lejson Zeqiri me këtë ngulitje realizon
e përsin më të lartë të Bashkimit sonte plus 13. Çdo që po i shkon Niko Qirve. Është kjo pika e 7 e Lejson Zeqirit për 36-23. Dhe asistimi i 6 i Kian Andersonit. Asnjë pikë Kianit për 8 minuta sa i kaloi në lojë. Mirë po i ka 6 asistime, 2 kërcime, 1 top të vjedhur Kian Anderson. I hatashëm me asistimet e tij. Kallues të basketbollit, kur e shikojmë pra Pea zakonisht e luan, ja edhe statistikat po i shihni. Është përmirësuar dukshëm Pea në pikët e shënuara nga topat e humbur, mirë po problemin e ka te pikët e shënuara në kundër sulm, 14-0, pra vrasës është kundër sulmi, i jashtëzakonisht i rrezikshëm kundër sulmi i Bashkimit. Altin Morina, kapiteni, sonte për herë të parë po i kuadrohet në lojë, e tani ka mbetur vetëm edhe Meriton Ismaili. Po e shohim Dardan Berisha, kapiteni i Peas në parket. 2 11-shët, Cousins e ka detyrën që ta mbrojë Dardanin. Johnson për Herdonin, i cili ngatrohet atje. Kundër sulmi shpejt Lejson Zeqiri për Cousinsin. Mbrojtje mirë e Dardanit, mirë po mbetet i vetmuar Anderson, tenton, nuk realizon. Lejson Zeqiri megjithatë para tij mirë mbyll Green dhe fiton atë duel. Armstedi i thot Herdonit largohu, depërton derën në fund, e kthen te Johnsoni për Herdonin, i cili dalet në mënyrë të paljuar nga Daquan Lake. Dueli i 2 gjigantëve, 2 shtatlarëve, të dytë ka 208 cm dhe me masë parafërsisht identike. Edwards bëhet gati për të kthyer në lojë. Herndon e huq tentimin e parë. Sonte është Pea ajo e cila ka probleme me ekzekutimin e gjuajtjeve të lira. Nga 8 tentime, 4 i ka huq, 50%, dhe nga 9 tentime 4 i ka huq, pra dikun rreth 45% e efikasitetit, që është shumë ullë, shumë do 5 gjuajtje të lira të huqura në start. Zeqiri bukur atje, depërton, nuk realizon. Daquan Lake ka shkaktuar personale. E ka shtyr atje touch greenin Daquan Lake. Kjo është personalja e dytë të tij. 3 personali ka Punjaku, 2 ka Bailey. Në anën tjetër, asnjë prej lojtarëve të Peas nuk është ndoshkuar me 2 faulla. Më të vëmendshëm touch green në vijën e gjuajtjeve të lira. Bashkimi tashmë e ka plotësuar bonusin. Green herë të parë në vijën e gjuajtjeve të lira realizon 10-5, e përmirëson efikasitetin në 50%. Gjys, pra po them, këto gjuajtjet e lira të huqura të skuadrave kosovare në të vërtet kur po janë në arenën ndërkombëtare po ju kushtojnë shumë. Touch Green realizon të 2 gjuajtjet e lira. 7 pikë të Greenit, i cili përveç 7 pikëve i ka dhe 2 kërcime. Time out ka kërkuar trajneri i Bashkimit Jovovicit. 36-25 pas tyre 2 gjuajtjeve të lira. Një start i mirë i Bashkimit, duke i falenderuar asistimeve fantastike të Kian Andersonit. Në të vërtet hyri nga banka rezerv
Dhe për 8 minuta e gjysmë, Kian Anderson asistoi 6 herë, edhe pse nuk qëlloi asnjë pikë të vetme, nuk shënoi asnjë pikë të vetme, pa për një çast atje Valbona Bytyqi një dhe Artan Kurti. Me të cilin Bashkimi kishte fituar njërin prej trofeve në vitin 2001, fitoi Kupën e Kosovës pikërisht në Sezaj Suroj, por në finale kishte mposhtur Dugaxhinin. Pejen e dikushme. Një rivalitet i hatashëm. Është interesant të themi se në 10 ndeshjet e fundit, pra Bashkimi ka dominuar 7-3 vitin e kaluar, tash në 8 duele 6-2 për Bashkimin, në kampionat të rregullt 3-1, në play-off në gjysmën finale 3-1. Anderson bukur atje, pick and roll për Lejkun, mirë, po Cousins vetjak nuk e pasoi. Touch Green më i larti në kërcim me Lejson Zeqirin, i cili mundohet ta vjedh atje topin. Touch Green depërton derën në fund. Altin Morina e ndal me faul, coast to coast tentoi atje Touch Green, para si realizoi të dy gjuajtjet e lira në këto çaste. Arma kryesore e skuadrës pejane, Touch Green me mesatarën prej 15 presje 4 pikë, 7 presje 4 kërcimeve. Para si realizoi të dy gjuajtjet e lira, kësaj radhe e huq. Ka një efikasitet prej 70%. Touch Green. Zëvendësimi nuk mund të bëhet pa u ekzekutuar gjuajtjet e lira. Shënon herën e dytë Touch Green, 3 nga 4 gjuajtjet e lira, e tani mund të bëhet zëvendësimi. Largohon Lejk dhe Morina në lojë. Bekëstov dhe Palokaj, i cili e thret atje Kuzinsin, mirë po ai nuk e kupton. Pick and roll Anderson, Palokaj tenton të ikë, të krijohet hapësina për treshe. Kuzins hamende ta gjuan a mos gjuan. Touch Green atje nuk dorëzohet Lejson Zeqiri, po se si po lufton për çdo top, me të vërtet në mbrojtje. Një Lejson shumë luftarak këtë edicion, po shohim. Bukur Davis e vren atje Touch Greenin, i cili kërkon hapësin të lirë, tenton, nuk realizon. Johnson përpaksa nuk ja vjedhi topin, ishte i sigurt 3-2, por kthehet në mbrojtje Peja shumë shpejt. Këtë tranzicion kthimi nga sulmi në mbrojtje sonte e ka më të mirë në këto 2 minutat e fundit Go plus Peja, sepse në pjesën e parë nga kundër sulmet so bukur e vjedh atje topin. TJ Bickerstaff realizon, por Cousins e kreu punën për mrekulli. Johnson gabon 38-26, 12+. Cousins i vetmuar, tenton, nuk realizon. Dardanit i vjen topi në duar, 38-26 plus 12. Edhe 3 minuta 35 deri fund pjesës së parë. Mala do të kthehet në lojë. Dardani shumë bre është i mençur. Dardan Berisha me vërtet me përvojën e tij, kur ti mendon se ki fut në Grac, le ki mbyll në gjitha anët, gjithmonë ka një zgjidhje. Dardani 38-28 e pat edhe vet. Bukur atje Lejsoni për Bickerstaffi, me tabel nuk realizon, por Armstead është më i vëmendshëm. Nga dalë po futemi në 3 minutat e fundit. Armstead me përvojën e tij për 38-30, dy veteranët Dardani dhe Armstead i realizojnë në 2 sulmet e fundit për të afruar rezultatin nga plus 13, sa ishte e përsia maksimale në 8. 8 sekunda për këtë sulm.
Anderson, Lejsoni është atje duke pritur topin. Andersoni tentoi u pa nga aeroplani që kjo do të shkon të vendi. Treshe e Kian Andersonit dhe besoni apo jo, janë këto pikët e para të Kian Andersonit. 6 asistime të tij deri tash, dhe pikët e para nga një treshe të cilën e lancoi nga kalaja e Prizrenit për 41-30. Largohet Cousins, në lojë kthehet Bailey, atje një muhabet me Armsteadin, në vijnë e gjuajtjeve të lira Dardani, i cili realizon ka një efikasitet prej 75% si vjet në Super League Dardan Berisha. Sonte të parën e realizon të dytën një, mbetet me 6 pikë të shënuara, 41-31. Jason Zeqiri, sa lartë atje kërceu touch green. Armstead e kërkon Dardanin, i cili depërton deri në fund përsëri me atë ndaljen e tij. Dardan Berisha eksplodon me 5 pikë rresht të tij. Dardan Berisha për 41-33 përsëri. Edhe njëherë Armstead, lëvizje bukur e tij me të majtën realizon, edhe njëherë lëvizja e tij pranë Cousinsit. Dërse ishte kjo treshja e Kian Andersonit pak më herët, pikët e para të Kianit, i cili paraprakisht pra kishte vetëm 6 asistime, e treta e vërteta, paraprakisht kishte tentuar njëherë për dyshën, njëherë për treshën, nuk kishte realizu, dërsa këto janë pikët e Dardan Berishës, i cili shpërtheu me 5 pikë të një pas njëshme, dhe aktualisht pra i ka 8 pikë, 2 kërcime. Dardan Berisha me nga 8 pikë, ai dhe touch green, janë lojtarët kryesor të skuadra e PES. Busheshi atje një muhabet shoqënor mes të Dardanit dhe Lejsonit. Më pak se 2 minuta lojë, 56 deri në fund të pjesës së parë të super derbit. Derbi Dugaxhinit mes të Bashkimit dhe Go Plus PES, deri sonte dy skuadrave të pamposhtura në elitën tonë. Lejson Zeqiri vetmuar atje, e pengon pak Johnsoni, por Bailey e kap këtë top, tenton nuk realizon, kësaj radhe Edwards më i larti në kërcim. Kërcimi 15 në mbrojtje i PES, 18 kërcime i ka PEA. Në 19 bashkë, sa bukur, Armstead në thellësi, Edwards e nguli dhe afron rezultatin në 41-35. Pasimet e Armsteadit kanë sy. Çfarë asistimi? Bickerstaff për Lejsonin, i cili tenton, nuk përgjigjet, Dardani drejt edhe topit e Kian Andersoni. Armstead pranë Kianit, depërton Lejsoni deri në fund, përbirohet dhe Gibson çmendet me mbrojtjen e dop të Edwardsit dhe s'ka shfaj. Ele atje të depërton Edwards, për mrekulli Lejsoni deri në fund. 9 pikë të Lejsonit, i cili ka dhe 3 kërcime, tentim për 3 pikë, nuk ka shënim, edhe një kërcim i Lejsonit. 9 pikë e 4 kërcime. Shpejt lëviz topi, edhe 10 sekonda ka për këtë sulm të Bashkimit. Bickerstaff atje tentoi ta përmirëson Johnson. Dardani thot mos u ngut, e kemi sulmin deri në fund. Jordan Johnson i tregon atje aksionin Krushti. Gabon atje Johnson dhe përfundon pjesa e parë. Bickerstaff u fonua, mbeti me top në dorë 43
me 35, 17 me 16, edhe ky çerek mbyllet në favor të Bashkimit. 26 me 19 çereku i parë, 17 me 16 çereku i dytë, në total 8 pike përsi për Niko Qirët, të cilët dominuan absolutisht në çerekun e parë, mirë po në të dytin Go Plus Peja, sidomos në 5 minutat e fundit, duke i falenderuar Dardan Berishës, asistimeve të Malcolm Armsteadit dhe shënimeve të Tash Greenit. Në një moment u afruan në 6 pik, megjithatë me njëherë erdhi përgjigja nga Lejson Zeqiri, një nga më të mirët me 9 pik të realizuar dhe 4 kërcime të Bashkimi, 10 pik, 2 kërcime, 2 topa të vjedhur dhe 2 blokada i ka Dequan Lake, mirë po i ka 3 personale, fantastik është Dequan Lake, 8 pik i ka edhe TJ Bickerstaff, përfshirë dhe 4 kërcimet e tij. Me vërtet kjo treshe edhe Barti barën kryesore duke realizuar 28 nga 43 pikët e Bashkimit, e në anën tjetër lider të Go Plus Peja, sikur se tashme nga 8 pikë të realizuara janë Dardan Berisha dhe Tash Green. Tash Green i cili ka 8 pikë edhe 5 kërcime, dërsa Malcolm Armstead ka me 5 pikë dhe Cesar Edwards me 6. Janë në mesin e më të mirëve. Po shkojme një pushim 10 minutësh para se të kthehemi përsëri në Sezai Suroi me super derbin, i cili është hyrje në këtë mbrëmje të madhe ku kombëtarja e Kosovës në Ljubljan për 1 orë, pra do të filloj duelin e saj jashtëzakonisht rëndësishëm dhe vendimtar për kualifikim në botror. Pra një super natë sonte në Art Motion, qëndroni me ne.